Ja të kemi sërish së bashku dhe jam këtu me profesorin Lulzim Mehmetit, njëherë dhe dekani Fakultetit Pedagogjik pranë Universitetit të Tetovës, me të cilit do bisedojmë për pedagogji në qoftë se është vetëm profesion, apo është dhe përgjegjësi shoqërore. Faleminderit e njerë që jeni pjesë e emisionit. Do doja që t'ju pyes nga një pyetje më bazike, si shihni ju pedagogjin në thelb? Pedagogjia është më shumë se profesion, për ato që e marrin me pasion, për arsye sepse përzgjedhja e profesionit të mësuesisë ka edhe përgjegjësi shoqërore, pasi është mësuesi ai që frymëzon, ai që inspiron dhe ai që nxit kreativitetin, të menduarit kritik, botkuptimin se si e shohim botën dhe si mund ne të ndikojmë në këtë hapësirë që ta ndryshojmë botën. Ju vetë merreni me këtë profesion tashmë disa vite. Çfarë ju ka motivuar ju që ju të jeni në profesionin e pedagogjisë, të jeni ju një pedagog, të jeni ju një mësimdhënës dhe dijet tuaja t'ua jepni dhe nxënësve, studentëve të ardhshëm? Unë fillimisht do dua të jem realist. Kam kryer shkollën e mesme në drejtimin, në atë kohë ishte 2 drejtimshe, biologji, kimi. Dhe e kam pas si synim që të regjistroj fakultetin e mjekësisë. Fillimisht si profesion e kam dash këtë, mirë po kushtet dhe rrethanat e atëhershme ishte viti 1990, kur në Shqipëri akoma kufit ishin të mbyllur, kur në Kosovë me dhunë u mbyllën edhe shkollat edhe Universiteti i Prishtinës, dhe më duhej të gjej alternativën tjetër, pasi në Shkup gjasat për të pranuar ishin thuajse minimale, apo as pak nuk kishim mundësi. Dhe duke rrjedh prej një familje, babai im ka qenë mësues, përzgjodha që të regjistroj fakultetin pedagogjik dhe u orientova në këtë drejtim. Më pas rrugtimi më rodhi duke filluar si mësues në fshat, pastaj vazhdova pas 5 vitesh në qytet, aty në shkollën fillore të qytetit të Kërçovës, pasi jam nga Kërçova, kam qenë 5 vite mësues dhe më pas kam qenë 3 mandate drejtori i shkollës, prej ku gjithmonë kam parë dhe kam synuar të plotësoj veten time me atë që më fle më shumë në zemër, dhe pikërisht ishte ajo që të jem një inspirues i gjeneratave të reja për ta vazhduar profesionin e mësuesisë, dhe me magjistraturën dhe doktoraturën pra vazhdova më pas në Universitetin e Tetovës, fakultetin pedagogjik, por gjithsesi ju që në fillim e përmendët edhe Fakultetin Pedagogjik në Shkup, nga viti 2018 jam i angazhuar si profesor i jashtëm edhe në Fakultetin Pedagogjik të Shkupit, ligjëroj lëndën e didaktikës. Ju përmendët se vini nga një familje me mësues. A është e vërtet kjo se gjithmonë ata të cilët kanë prindërit mësues, prindërit dëshirojnë që të fëmijët të vazhdojnë profesionin e tyre, a ka qenë imponim nga prindi juaj ose ka qenë dëshirë? Në një farë mënyre ishte dëshirë, por jo imponim. Ashtu që pasi atë dëshirën e parë nuk mund ta realizoj, dëshira ime e dytë ishte që unë të vazhdoj traditën dhe të orientohem në drejtimin e mësuesisë. Përmendet pak më herët se qëllimi juaj kryesor për gjatë gjithë karrierës tuaj pedagogjike deri më sot ka qenë që të edukoni brezat e rinj. Si mendoni, sa ndikim ka një pedagog në jetën e të rinjve, në brezat e rinj, në shkollimin e gjeneratave të reja? Mësuesi është gjithmonë model për nxënësin, për studentin, dhe nëse ne i shohim gjërat në këtë këndvështrim, mësuesi është ai që ndikon edhe në zhvillimin afektiv apo mendor, edhe shpirtëror, edhe në zhvillimin kognitiv apo mendor, që fëmiu të zhvillohet, domethënë në të gjitha aspektet dhe të kemi një personalitet gjithëpërfshirës, duke u marrë parasysh edhe përshtatshmëria individuale, edhe univerzaliteti i qenies njerëzore, por edhe zhvillimi i tërësishëm i personalitetit të fëmijut në çdo aspekt, intelektual, emocional, moral, social, shëndetësor, fizik e kështu me radhë.
thonë se edukata përveç familjes merret shumë dhe nga shkolla, duke qenë se një pjesë të konsiderueshme të kohës, sidomos deri në gjimnaz, të rinjt, fëmijët e kalojnë në shkollë. Sa ndikim ka përmendet në pjesën sociale dhe të gjitha aspektet të tjera, po realisht për të formuar dhe një karakter të një individi, sa ndikim kanë pedagogët, sepse gjithmonë shihet si një burim i dijes, ne i kemi atë shembullin se duam të jemi si ata, duam të dim sa ata, dhe janë ata të cilët, ndoshta profesioni i pedagogjisë është i vetmi ku një profesionist, në këtë rast një pedagog, një mësimdhënës do që nxënësi i tij të jetë më i mirë se vetja, por edhe në aspektin tjetër, sa ndikim ka? Unë do të përmend një thënie të Sami Frashërit këtu, ku thotë se të riun mund ta edukojmë nga cila do rrugë dëshirojmë ne, kurse të vjetrin është vështirë ta kthejmë nga rruga që ka marrë. Pra, arsimi e luan rolin vendimtar në përgatitjen e qytetarëve të ardhshëm. Dhe ne themi, si e kemi arsimin sot, do ta kemi shoqërinë nesër. Për arsye se pikrisht në shkolla bëhet ai zhvillimi i tërësishëm i personalitetit të fëmijët, dhe në këtë rrafsh, në këtë dimension, duhet ta shohim edhe zhvillimin e shoqërisë në të ardhmen. Domethënë, Pestalozzi ka thënë se shumë e rëndësi në zhvillimin e individit është koka, është zemra dhe është dora. Domethënë, simbolika e tij është se me kokën mendojmë, me zemrën është ajo që ne kemi pasion dhe lidhet me emocionet, me zhvillimin e sferës emocionale, dhe dora paraqet zhvillimin fizik, motorik, apo lëvizjen që duhet të vënë në funksion të çdo fëmijë. Dhe në këtë drejtim, duke pasur parasysh se arsimi ka komponentën edhe edukative, edhe arsimore, atë që në fillim nuk e realizon familja, atë që nuk e realizon rrethi, duhet ta korrigjoj si faktor, sepse fëmiu fillimisht e ka edukatën në familje, pastaj e ka rrethin e ngushtë, por si faktor i tretë vjen shkolla që duhet në mënyrë sistematike dhe të organizuar të ndjeki zhvillimin e fëmijët edhe në aspektin edukativ, edhe në aspektin arsimor, dhe të korrigjoj në bashkëpunim natyrisht me familjen, me rrethin shoqëror, që të kemi personalitete me karakter të formësuar. Ne profesionin e mësuesisë në këtë drejtim duhet ta shohim jo vetëm në aspektin si profesion, por në aspektin pak më të gjerë, e cila lidhet me cilësinë dhe përgjithësinë. Duket sikur profesionet të cilat lidhen me pedagogjin kanë kaq shumë përgjegjësi mbi supe, po a vlerësohen mjaftueshëm nga shoqëria dhe a kanë a respektohet ai dinjiteti i tyre? A janë sot mësimdhënësit ashtu autoritar siç mund të kenë qenë para 20-30 vitesh? Fatkeqësisht dinjiteti i arsimtarit apo mësuesit sot është në përkëmbur, dhe sikur është lënë në plan të dytë, dhe kjo është një ndër arsyet pse në fakultetet pedagogjike nuk regjistrohen shumë studentë ekselent, duke parë parasysh se ne mësuesin nuk e shohim si prioritet. Po ta shohim mësuesin si prioritet, atëherë do ta kuptojmë se edhe t'i japim relevancën e duhur, do ta kuptojmë se profesioni i mësuesisë, domethënë ai bazohet në zhvillimin e shoqërisë, dhe pikrisht nëse ne duam të kemi shëndetësi të mirë, cilësore, nëse ne duam të kemi ekonomi cilësore, nëse ne duam të kemi drejtësi, siguri, të gjithë sferat e jetës varen nga shkalla dhe niveli i zhvillimit të arsimit. Pra, arsimi i krijon edhe mundësitë, por arsimi i jep edhe përgjegjësitë, edhe vlerat të cilët i bartin gjeneratat e reja gjatë kësaj rruge të transformimit dhe të zhvillimit. Profesor, si mendoni ju, a duhet që të rritet niveli i suksesit të studentëve të cilët do të pranohen në universitetet të cilat mësojnë, përgatisin pedagog të rinj? Për mua rigoroziteti në pranim të studentëve varet nga
përkushtimit që e jep arsimit shteti. Do të thotë se nëse ne synojmë të krijojmë një profesion me dignitet, nëse ne synojmë ta kthejmë dignitetin e arsimtarit dhe synojmë të ngrisim kapacitetet e zhvillimit të shoqërisë, atëherë duhet të fillojmë prej këtu. Domethënë rigoroziteti i parë bëhet me regjistrimin e studentëve në fakultetet pedagogjike, dhe aty do duhet të jetë një përzgjedhje shumë rigoroze, sepse shtetet e jashtme, po ta marrim me statistikë, kanë shumë rigoroze. Për shembull, vetëm 10% e studentëve e maturantëve më të mirë që janë në Finland mund të regjistrohen në drejtimit e mësuesisë. Prandaj Finlanda ka një sistem jashtëzakonisht të zhvilluar të arsimit. Singapori e ka, për shembull, jashtëzakonisht të rrept regjistrimin, mirë po çfarë më pas ofrojnë? Ofrojnë punësim të sigurt, ofrojnë studime me bursa të mira, ofrojnë përparim dhe zhvillim në karrierë, ofrojnë status të mirë social dhe shoqëror të vetë mësuesit, dhe ky profesion është njëri ndër profesionet më të respektuara në shtet. Dhe vetëm atëherë kur do të arrijmë ne me fushata të ndryshme, në forma të ndryshme, ta kthejmë dignitetin e mësuesit në shoqëri, atëherë edhe rigoroziteti do të jetë më i madh, edhe selektimi do të jetë konform nevojave të tregut, edhe kur studentët do ta kenë të garantuar punësimin, kur do kenë mundësi konform performancës së tyre të marrin edhe pagat, mendoj se cilësia edhe në përzgjedhje, po edhe në arsim do të përmirësohet dukshëm. Por kjo bëhet me punë, bëhet me strategji, bëhet me vizion, i cili është vizion afatgjatë, i realt, nuk arrihet as për një vit, nuk arrihet as për 2 vite, duhet investim më i madh që të mund, domethënë, të realizohet. Ditëve të sotme, duke sikur profesorët, mësimdhënësit e kanë edhe më të vështirësuar ndoshta nga më herët, duke qenë se ka ndër sfida të tjera është futur dhe sfida e re e teknologjisë. Prandaj mendoj se sidomos kur përmendet seleksionimin e më të mirëve, besoj se duhet pasur parasysh dhe kjo, të di që të operojë me të gjitha ndryshimet bashkëkohore dhe të mundet të përgatis një gjenerat të përgatitur për të ardhmen, dhe jo të ndjek sistemin i cili ka qenë deri më tani, duke qenë se gjithçka evolon me kohën. Cilat mendoni se janë sfidat me të cilat përballen zakonisht mësimdhënësit, dhe është kjo teknologjia, zhvillimi i teknologjisë, inteligjenca artificiale një sfidë më vete? Natyrisht se është. Dhe po ta marrim kohën para 40 vitesh, kur unë kam qenë nxënës, po ta marrim kohën para 20 vitesh, po ta marrim kohën para 10 vitesh edhe sot, asgjë nuk është e njëjtë. Të dhënat e OECD-s flasin se 30 deri në 50% e materialit që aktualisht e mësojnë nxënësit në shkolla, për disa vite do vjetërohet dhe nuk do jetë aktual. Do me thënë, sfidat që i paraqet teknologjia e bashkë me zhvillimin tekniko-shkencor, edhe digitalizimi, edhe inteligjenca artificiale, janë sfida që parashofin zhvillim të profesioneve të ardhshme, për të cilët ne akoma nuk kemi dieni se çfarë profesionesh do na imponohen, që të mund t'i përgatisim nxënësit që t'jenë të aftë kur t'jenë qytetar, të mund t'i ushtrojnë ato profesione. Për këtë arsye, arsimi duhet të ndryshojë, duhet edhe teknologjia të jetë pjesë e sistemit të arsimit, mirë po duhet të kemi një model të balancuar në përdorimin e teknologjisë dhe të kemi parasysh aspektet etike të përdorimit të teknologjisë dhe të internetit. Pabarazia e parë, domethënë, në arsim ndodh për aspekte të ndryshme, domethënë si në aspekt social, si në aspekt gjinor apo etnik, por teknologjia solli edhe një pabarazi në drejtim të aksesit, qoftë me rrjetin e internetit, qoftë me pajisjet teknologjike të cilat jo çdo nxënës i kanë disponim.
Sipas jush, si mund të ndërtohet ajo ndjenja e përgjegjësisë që përveç se të ketë këto kualitetet e tjera të cilat ju i përmendët përgjatë bisedës, të jetë edhe ajo ndjenja e përgjegjësisë që okay, unë jam një mësimdhënës, por ama unë kam në dorë dhe edukimin e këtyre nxënësve që unë i kam përballë për momentin. A janë të vetëdijshëm studentët kur vinë, regjistrohen dhe përgjatë studimeve për këtë përgjegjësi të cilën e kanë? Në këtë drejtim do të them se çdo student duhet ta kuptojë se diploma është vetëm një pjesë letre e cila nuk t'jep kompetenca dhe nuk t'jep vlera të caktuara. Pikrisht është pasioni, është ajo që vjen nga brenda, nga shpirti, ajo që vjen nga ajo sfera afektive që e përmenda në fillim për profesionin. Sa ne e duam atë profesion dhe sa ne duam me përkushtim dhe me kënaqësi ta realizojmë atë profesion. Dhe në këtë drejtim më vjen mirë që për skaj situatës në cilën edhe pozitës që e ka sot mësuesi, në fakultetet pedagogjike kemi edhe student me cilët mund të krenohemi, që janë me një mendim jashtëzakonisht kritik për gjërat, për dukurit, që kanë, domethënë, mendim të vetin, dhe që janë edhe kreativ. Sepse një mësimdhënës që nuk ka mendimin kritik, nuk ka kreativitet dhe nuk ka ide të reja, nuk mund të gjeneroj mendim kritik, kreativitet, ide të reja dhe inovacione në procesin arsimor. Jam plotësisht dakord me ju për këtë. Cila do kishte qenë thirrja juaj për të gjithë ata të cilët janë tashmë maturantë dhe janë në prag të përzgjedhjes së profesionit dhe mendojnë pedagogjin si profesion? Çfarë do kishte thënë? Nëse duam të ngrisim kapacitetet dhe ta zhvillojmë shoqërinë, rruga e vetme është vetëm përmes arsimit. Nëse duan të japin kontribut në zhvillim të shoqërisë, në drejtim të frymëzimit, në drejtim të zhvillimit të përgjegjësisë tek gjeneratat e reja, në drejtim të zhvillimit të karakterit, në drejtim të dhënies së vlerave, aftësive, shprehive, dijeve dhe mendimit kritik, le të vinë, sepse me arsimin fillon gjithçka. Profesor, ne ju falenderojmë shumë dhe për këtë thirrje të fundit dhe për të gjitha informacionet dhe për këtë dallimin mes profesionit dhe asaj njerëzores mbi të gjitha. Ne ju dëshirojmë shumë suksese dhe shpresojmë që të keni sa më shumë studentë të mirë të cilët do të regjistrohen në Fakultetin e Pedagogjisë dhe të nxjerrim mësimdhënës të mirë të cilët do të jenë pastaj edhe ata që do kenë të gjitha ato përgatitjen të cilët ju e përmendët për të edukuar ata brezat e tjerë. Faleminderit edhe juve për mundësinë që ma dhatë. Unë edhe njëherë apeloj se ne mësuesin nuk duhet vetëm, domethënë, ta kemi si profesion, por atë duhet ta ngrejmë dhe arsimit t'ia japim vendin e merituar, të krijojmë, të mundësojmë dhe të vlerësojmë atë që gjeneratat e reja mund të arrijnë duke punuar në profesionin e mësimdhënësit. Faleminderit dhe juve dhe shumë suksese në misionet e ardhshme.